Të nderuar miq të Veriu Sport, sapo ka përfunduar ndeshja e futbollit, mund të themi kryesfida e javës së 6 të kategorisë A Biznes Superiore, ekipi Kuqiblu fiton me rezultatin 1-0. Takimi u transmetua drejt për drejt edhe në valët e Radio Tiranës nga dy komentatorët e mirënjohur, komentatori Shkodran Edmond Dibra si dhe komentatori Lezhjan Gjin Palushi, i cili është pranë me pikërisht sapo ka bërë mbylljen e transmetimit në valët e Radio Tiranës në emisionin nga njëra ndeshje në tjetrën, tashmë përcjell një opinion për mbylljen e gjithë ndeshjes për Veriu Sport. Faleminderit zoti Gaz për këtë takim, siç thahet ti, përfundojmë rezultatin 1-0 për skuadrën e Vllaznisë. Kujtojmë autorin e golit Jago në minutën e 41 të këtij takimi. Për mendimin tim, kjo ndeshje ishte një nga ndeshjet më të bukura që ka zhvilluar skuadra e Vllaznisë në këto 6 javë, pasi përballë kishte vendin e parë, i cili më mbronte deri në përfundim të takimit me 11 pikë, ndërsa Shkodranit më 10 dhe sot Shkodranit ose më saktë nesër do të ngrihen të paret me 13 pikë dhe shpresojmë se Vllaznia të ecë kështu me ritme të duhura, me lojë jashtëzakonisht bukur, sigur ka bërë sot faktikisht edhe në Durrës, edhe ndeshjen e kaluar, të cilët unë kam transmetuar me Vorën, se fituan 2-0, ndërsa në Durrës me rezultat 1-1 atë gol të fundit në minutat e fundit. Loja shkodrane është në rritje, pasi edhe futbollistët që kanë ardhur, siç është Kallaku dhe Lirim Kastrati, po vazhdojnë ta marrin veten nga ana e përgatitjes fizike dhe po futen në shinat e duhura të ekipit të Vllaznisë. Gjini, ato që po ndjekin në këto momente në Veriu Sport, teksa dëgjojnë zërin tuaj, patjetër rikthehen në vëmendjen e transmetimit në radio të ndeshjes, nëse jemi tek ndeshja, ma improvizo pak golin e shënuar nga Jago, pikërisht në minutën e 42 kur Vllaznia ka lënë avantazh. Tani topin e kapën Lirin Kastrati në krahun e djathtë, gjithni Kastrati shmanget mjaft bukur, mbrojtësit e ekipit Emiliano Musa ka krosuar, ndërhyn Jago me këmbë duke gjuajtur dhe gol. Topi ishte krosuar, më saktë u krosua nga Lirin Kastrati nga djathta, tenton për ta goditur me kokë balaj, por mashtron në futbollistët mbrojtës, të cilët ishin 3 mbrojtëse, markonin balajn, aty përfiton Jago, diagonal, thuj se diagonal afër zonës së rrethësisë, zgjur rrafsh me tokë dhe portieri Mike Janacek, një nga më të mirët, pasi do të thosha në qoftë se pritjet e portierit Mik nuk do ishin të sakta, Shkodranët do fitoshin mbi 3-0, kanë pritur 2-3 raste tepër të pastra. Sulmuesit Shkodranët kanë pasur, por Janacek ka bërë mrekullim disa herë duke e pritur topin. Pra, tu në Shkodër, siç thamë edhe për pak sekonda më përpara, përfundon takimi rezultatin 1-0 me atë gol mjaft bukur të minutës së 41 të këtij takimi të mante brazilianit Jago. Ky pra është Gjin Palushi, komentatori shumë i pasionuar Lezhjan, që shpeshherë është i pranishëm në Loro Borici, i ngarkuar nga emisioni nga njëra ndeshje në tjetër nga drejtuesja Erga Gruja për të përcjellë emocionet ndeshjeve të Vllaznisë së bashku me kolegun tjetër Edmond Dibra. Faleminderit, më falesh, por unë jam një nga ato sportdashësit që unë ndjek Vllazninë në të gjitha stadiumet e Shqipërisë. Shkoj me familjen time dhe nisem direkte deri në Korçë, në Vlorë kemi shkuar, do iku javën e ardhshme në madje edhe do ta transmetoj javën e ardhshme në Ballsh, pas 2 javësh pasi kemi ndërprerjen e kampionatit për arsye të përfaqësuesës. Jam një sportash me shumë zemër si familje për skuadrën e Vllaznisë të zemrës. Dorë se unë jetoj në Lezhë, por tifozëkun e baj për Vllazninë e Shkodrës. Çfarë ju pëlqen tek kjo Vllaznia e sotme? Tek kjo Vllaznia e sotme më pëlqen shumë harmonia mes njëri tjetrit të futbollistëve, është një lojë kompakte, që tregon në qartë që Edi Martini ka punuar shumë psikologjikisht që të bashkohet si ekip skuadra Vllaznisë. Nuk po ta marr këtë shumë, nuk mërziten lojtarë që largohen dhe tjerë që futen në fushë, ose 11 që i parë dhe 11 që i dytë që rrën rezervës në zonën e parkinove, nuk mërziten me njëri tjetrin, pra kanë një qëllim të vetëm, se të sjellin pas shumë vitesh, që nga viti 2001, sot jemi 2025, dhe shumë pritur kokën e kampionatit tonë, ku shpresojmë Vllaznia të mos na zhgënjejë ashtu si na ka zhgënjur. Tregimi i sotëm jep Vllaznisë veten e parë në renditje. Do ta mbajë Vllaznia deri në fund të Në qoftë se Shkodranët bëjnë këtë lojë si bëjnë sot, nuk ka ekip që mund ta ndalojë. Ndoshta javën e ardhshme të shohim, por gjithsesi unë kam besimin e plot
që futbollistët do të harmonizohen më shumë, do të bëjnë një lojë kompakte, një lojë kolektive, që futbolli luhet kolektivisht dhe nuk ka rëndësi se kush shënon, Bala apo Gjini, Bajrami apo Mala. Kushdo që tjetë, këto kanë 1 pikë synim, fitoren dhe 3 pikë. Isha me Gjin Balushin, komentatorin pasionant të futbollit që transmeton ndeshjet nga Loro Boriqi së bashku me kolegët e tij Edmond Dibra dhe Denis Beraktari për valët e Radio Tiranës. Knasi se vallë janë në fund të ndeshjes dhe shpresojmë të jeni me fat edhe në ndeshjet e tjera në ky stadium. Kam besim plot. Respekte. Për si vjet, kam besim plot. Të nderuar miq të Veriu Sport, kjo është lidhja fundit e ditës së sotme nga stadiumi Loro Boriqi, kemi qenë 3 herë së bashku në pragndeshje me gazetarin e minjor të Super Sport Berim Jahaj. Në pushim ka dhe një opinion tjetër, kolegu tjetër, Admir Ruçi, një gazetar i minjor shkotaran dhe në mbyllje, pa ta kënaqësinë me komentatorin e Gjin Balushi që e falenderoj. Ju pashim në takimet e tjera. Ku për kënaqësi e fillon Tirana mes të Shkodra dhe mbyll Lezhë. Respekt.